bindja jonë është që nisma socialdemokrate në Malishev dhe kandidati i saj për kryetar do të fitoj pa vullnetash. Çdo mandat 4 vjeçor karakterizohet me diçka. Ideja jonë ka qenë që gjatë këtij 4 vjeçari të themelojmë projekte të cilat i qëndrojnë historisë, të cilat japin zgjidhje të përhershme qytetarëve, të cilat janë qelësi i zhvillimit ekonomik, kulturor dhe arsimor në Malishev, të jenë projekte të cilat ju mundsojnë qytetarëve në realizimin e shumë nevojave dhe kërkesave, të bëjmë zgjidhje permanente për të gjitha ata. Prandaj edhe projektet që ju i theksuat janë garancë e një zhvillimit të sarmës, sepse projektet tona, veçanërisht parku apo sheshi i dëshmorëve, që ka nënkalimin, që ka parkingjen e toksorët, që ka platon që quhet sheshi i dëshmorëve, ju në vitet gjenerata të tashme, e që secila prej këtyre ka edhe efektin komercial, sepse parkingjen e toksorëve janë apo është projekti i cili sjell përfitime komunës, sepse është krejt me buxhet komunës i realizuar, pa zero investim nga donatorët apo nga veçëria qendrore. Këtë çka kemi bërë me mjetet tona vetanake, me buxhet tonën komunal, prandaj e krejt kjo si investim kapital i cili krejt këto tyra apo këto para që i kemi shpenzuar për realizimin e këtij projekti, të gjitha do t'i kthehen qytetarët përmes tyrave që krijohen gjatë periudhës sashme. Në këtë fushat, nisma social-demokrate me kandidat Ekrem Gostrotin ka dalë pothuajse gati se me motën pa ballotazh. Në çka besoni që do të fitoni pa ballotazh? Kjo fitoria jonë pa ballotazh nuk është vetëm një fjali e thjeshtë, mirë po është një qëndrim i jonë i konstruktiv partijak, sepse kemi vlerësuar shumë pëlqyeshmërinë apo përkrahjen tonë që kemi gjetë tek qytetarët e komunës së Malishevës gjatë këtyre 4 vjetëve, me punën tonë, me angazhimin tonë të ekipës të jashtëzakonshme në Malishev, është garancë që një fitore të madhe edhe kontakti permanent i përhershëm, transparenca që kemi pas gjatë këtyre 4 vjetëve janë elemente të cilat qytetarët tashmë veç e kanë shfaqur një përkrahje të madhe, e që sigurisht do të manifestohet me datën 12 tetor, kur nisma social-demokrate dhe kandidati i saj do të fitojë pa ballotazh, sepse puna i jonë thet këtë gjë, përkrahja e qytetarëve thot këtë gjë, deklarimet e qytetarëve thonë këtë gjë, edhe sigurisht edhe bindja jonë është që nisma social-demokrate në Malishev dhe kandidati i saj për kryetar do të fitojë pa ballotazh.